Në shkurt të 2013-ës, teksa partia juaj asaj kohe Frymëria Demokratike ishte në aksion, ju akuzuat Sali Berishën se kishte kthyer administratën shtetërore në një strukturë të Partisë Demokratike. Ku ndryshojnë antiramistët në shtet asaj kohe me patronazhistët e sotëm? Absolutisht njësoj janë. Zëvësimi një palën me palën tjetër. Sot sipas meje, nuk ka administratë shtetit. Sot ka një administratë socialiste. Mbas 12 vitesh, të jesh sigur që operacioni në administratë ka vepruar në këto linja. O rikonfirmim, o absorbim tek fryma socialiste dhe atyre që kanë qenë neutral, dhe pastaj katapultim do të quajë. Të atyre që kanë qenë Partisë Demokratike dhe kanë shkuar dhe për shërben tek Partia Socialiste. Pra, unë nuk shoh administratë të shtetit, unë personalisht, unë shoh një administratë të politizuar socialiste. Dikush e shpreh, dikush nuk e shpreh, dikush me dhimbje shkon, voton, sepse të tilla janë krijuar situatat për të ruajtur vende punës. Pra, siç ka ndodhur, po kurse si sot. Se unë kam qenë atëherë. Ka pas teprime, po kurse si sot. Sot ka kaluar çdo lloj caku, çdo lloj limiti.